Zbuloni çfarë shkakton hurma arabe në organizëm dhe kush duhet ta konsumojë. Hurmat arabe njihen si fruti mbretëror dhe janë një nga frutat më të ëmbla të natyrës. Fruti është i shijshëm ushqyes pasi përmban deri në 70% sheqerna. Është një nga frutat më të vjetër i kultivuar kryesisht në Egjipt, Marok, Arabia Saudite dhe vendet e lindjes së mesme. Në mbar botën ka më shumë se 2000 lloje të hurmave. Ky lloj quhet fruti mbretëror sepse në të kaluarën kjo shumëllojshmëri e veçantë e hurmave konsumohej kryesisht nga mbretërit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Energjia që ofron hurma është për shkak të përmbajtjes së lartë të sheqerit, ndaj ato konsiderohen si ëmbëlsues natyral. Ato janë një zgjidhje ideale për të kënaqur dëshirat tona për sheqer, ndërkohë që ofron përfitime shëndetësore që nuk do t'i merrni nga ngrënia e ëmbëlsirave të paktën edhe për shumë yndyra. Përfitimet ushqyese të hurmave arabe janë të shumta. Dy hurma përmbajnë rreth 133 kalori kryesisht nga karbohidrate dhe janë një burim natyral i sheqernave. Nga 36 gram karbohidrate gjithsej, 32 gram janë sheqer. Përveç kësaj, ato janë të pasura me fibra që rezulton të jenë tepër të dobishme për tretjen. Ato janë gjithashtu një burim i mirë i kaliumit 2 herë më shumë se bananet. Përmbajnë gjithashtu kalcium, vitaminën B6, acidin pantotenik, bakër, fosfor dhe magnez. Ato janë gjithashtu të pasur me antioksidantë si flavonoide të cilat luftojnë inflamacionin, gjithashtu nxisin shëndetjen e zemrës dhe acidin folik i cili ka efekte antiinflamatore për organizmin. Hurmat besohet se përmirësojnë edhe jetën tuaj bashkëshortore. Kryesisht konsumojeni të thata. Megjithatë është e rëndësishme të mos e teproni në mënyrë që të merrni vetëm vlerat e larta ushqyese që ato bartin. Hurmat arabis janë një nga zgjidhjet më të mira për të shtuar në dietën tuaj dhe gjithashtu për të parandaluar një sër komplikacionesh. Ju mbasi nuk e dini faktin se hurmat arabe përveç fatit se janë shumë të shijshme kanë edhe vlera të larta ushqyese. Në këtë video do ju tregojmë disa nga vlerat dhe arsyet pse duhet i konsumoni ato në vazhdimsi të dietave tuaja të përditshme. Ato janë të larta me ushqyes të mirë për organizmin. Hurmat arabis janë shumë ushqyese dhe të pasur me mangan, magnez, fibër, gjithashtu edhe vitaminën B6, element këto mjaft të dobishëm në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Sistemi i tretës do të përmirësohet kur ju i konsumoni hurmat arabe. Konsumi i rregullt i hurmave të arabis bën shumë mirë kundër kapsllëkut, gazdrave, fryrjeve të barkut dhe të tjera. Sasitë e larta të fibrave garantojnë këtë si dhe përdoren për trajtimin e hemoroideve. Janë me efekte qetësuese kundër dhimbjeve. Hurmat arabis përmbajnë shumë magnez i cili është i njohur si përbërës antiinflamator, si të tilla janë efektive kundër entjes dhe dhimbjeve të shkaktuara nga artriti. Ato janë efektive dhe për reduktimin e inflamacionit arterial dhe si rezultat reduktojnë rrezikun e goditjeve dhe sëmundjeve në zemër. Është e vërtetë se hurmat arabis janë shumë të përdorshme nga gratë shtatzana, por ajo që duhet të dini është se ato që duan të humbasin në peshë dhe gjatë procesit të lindjes mund të përfitojnë nga konsumi i këtij fruti. Kjo është treguar nga një studim shkencor që ka marrë në testim rreth 70 gra, ku është të parë se gratë që kanë konsumuar hurma arabe gjatë 4 javëve të fundit të shtatzanisë së tyre kanë pasur një proces lindje me më pak dhimbje. Hurmat arabis janë efektive për të rregulluar presionin e lartë të gjakut dhe për të parandaluar goditjet. Presioni juaj i gjakut mund të rregullohet kur hani hurma arabe pasi ato përmbajnë magnez, kalium, gjithashtu ndihmojnë në luftimin e sëmundjeve kardiovaskulare, kështu që janë thelbësore për shëndetin e mirë të zemrës. Magnezi është gjithashtu i mirë për të parandaluar rrezikun e goditjeve, gjë që është botuar edhe në American Journal of Clinical Nutrition. Hurmat arabis ndihmojnë gjithashtu edhe në funksionet e trurit. Është provuar përmes studimeve se vitamina B6 e konsumuar në sasinë e duhur rregullisht ndihmon trurin të funksionojë në mënyrë perfekte. Hurmat arabis janë të pasura me vitamina që ndihmojnë në përmirësimin e memorjes, funksioneve njohëse, përqendrimin gjithashtu edhe në rritjen e fokusit tuaj. Fruti është i shijshëm dhe përmban gjithashtu rreth 70% të sheqernave. Është një nga frutat më të vjetër i kultivuar kryesisht edhe në lindjen e mesme. Në mbar botën ai mund të përdoret edhe në forma nga më të ndryshmet. Hurmat arabis janë një frut që vjen nga palma e hurmës e cila mund të konsumohet në forma të ndryshme.
Hurmat e thata të freskëta janë të disponueshme gjatë gjithë vitit, por ato të freskëta janë më të mira midis nëntorit dhe janarit dhe gjithashtu mund t'japin rezultate më të mira në këtë drejtim. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i hurmave arabe? Hurmat arabe kanë veti të larta antioksiduese, këto përfshin polifenolet, gjithashtu edhe elementë të cilët kanë treguar se ndihmojnë në menaxhimin e rrezikut të sëmundjeve koronare. Mund të mbështesin gjithashtu edhe shëndetin tuaj të zorëve. Studimet mbi fibra të vazhdueshme tregojnë rolin e tyre të rëndësishëm edhe në shëndet, duke nisur kështu nga nxitja e mikrobiomës së shëndetshme të zorëve deri te reduktimi i rrezikut të disa gjendjeve serioze afatgjata për shëndetin. Një studim i vitit 2015 zbuloi se konsumi i hurmave mund të reduktojë problemet e zorrës së trashë, falë mbajtjes së lartë të fibrave dhe polifenoleve. Ky i fundit gjithashtu ka treguar efekte të dobishme në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Hurmat ndihmojnë gjithashtu edhe në rritjen e përfitimeve të mira ushqyese edhe për shëndetin e nyjeve. Ndaj edhe ekspertët i cilësojnë ato si një nga produktet më të mira për të shtuar në dietën tuaj. Hurmat janë një burim shumë i mirë i mineraleve dhe kockave duke forcuar kështu kaliumin, kalciumin, magnezin dhe vitaminat, element këto shumë të rëndësishme për organizmin dhe në rritjen e vlerave të tyre. Ato mund të lehtësojnë edhe një lindje të mirë natyrale. Përfshirja e hurmave në dietën tuaj gjatë shtatzanisë mund të nxjisë zgjerimin dhe gjithashtu të mos mundoheni shumë gjatë kohës së lindjes. Përmbajtja e këtij fruti besohet se mund të ofrojë një kontraktim më të mirë gjatë lindjes. Mund të jenë një zvendësues i dobishëm i sheqerit. Shurupi i hurmës ka një indeks të ulët glicemik dhe një përmbajtje më të ulët të fruktozës në shumicën e ëmbëlsuesve të tjerë. Ato janë të sigurta gjithashtu të konsumohen gjithmonë me kujdes dhe brenda sasive të duhura. Disa persona mund të jenë alergjik ndaj hurmave dhe përveç kësaj, komponentët e quajtur sulfite për disa individ të ndjeshëm mund të shkaktojnë simptoma alergjike. Nëse i përjetoni këto simptoma pas ngrënies hurmave, flisni me mjekun tuaj dhe gjithashtu do ta keni më të lehtë edhe shëndetin që të përfitojë vlerat e hurmave. Hurmat arabis janë plot me vlera të shijshme për organizmin. Gjithashtu japin edhe rezultate fantastike në rritjen e vlerave të trupit dhe reduktimin e komplikacioneve të tyre. Përveç shijes së tyre karakteristike, hurmat arabis janë tejet mirëbërëse për organizmin dhe gjithashtu ofrojnë një mbrojtje të çmuar për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Hurmat arabis janë një burim i pasur i fibrave të shëndetshme dhe mineraleve, çka do t'i japin organizmit tuaj edhe përqindjen më të lartë ushqyese në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Ato ndihmojnë kundër konstipacionit dhe problemeve të tjera të sistemit tuaj tretës. Gjithashtu do t'japin edhe efekte fantastike në mbrojtjen e organizmit tuaj në tërësi, citojnë ekspertët e Healthline. Dëgjoni me vëmendje cilat janë përfitimet kryesore për shëndetin tuaj nga përdorimi i këtij fruti. Ato do t'japin rezultate fantastike në rritjen e përfitimeve të shëndetit, gjithashtu edhe në uljen e komplikacioneve të tyre. Nëse doni që të përfitoni më shumë në dietën tuaj, atëherë shëndeti i zemrës do të jetë i pari nga konsumi i këtij fruti. Kaliumi që gjendet te hurmat ulë rrezikun e goditjeve në tru. Për më tepër, nëse përfshin hurmat në dietën tuaj do të ulë nivelin e kolesterolit të keq. Kolesteroli i keq akumulohet në muret e enëve të gjakut duke i bllokuar ato dhe duke rrezikuar ndjeshëm zemrën. Nivelet e larta të kolesterolit të keq nënkuptojnë që zemra është reduktuar nga bllokimet e menjëhershme që mund t'i ndodhin shëndetit. Ngrënia e hurmave mund të ulë kolesterolin dhe të mbrojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të zemrës, citojnë ekspertët. Hurmat rrisin energjinë, përmirësojnë aparatin tretës, lehtësojnë problemet e anemisë, forcojnë kockat, gjakun dhe sistemin tuaj imunitar, citojnë ekspertët. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.